Bëna halal nëna ime dashur, Meda me postimin prekës pas vdekjes së nënës së tij. Një lajm i dhimbshëm ka tronditur sot familjen Përgjegjaj. Nëna këngëtare të njohur të muzikës popullore Meda, zonja Remzie Maliqi Përgjegjaj, është ndarë nga jeta me 14 maj 2025 në moshën 69 vjeçare. Lajmin e ka dhënë fillimisht bashkëshortja e këngëtarit Lulieta Përgjegjaj përmes një fotografie tepër prekëse të publikuar në rrjetet sociale. Ajo shihet e shtrirë pranë vjerrës së ndjerë, duke i mbajtur dorën me lot në sy, ndërsa shkruan: "Shpirti yt në lulet e xhenetit, vjerra jem", duke shoqëruar postimin me emoji, lutje dhe pikëllimi. Pas saj ka reaguar edhe vetë këngëtari Meda me një mesazh emocional dhe prekës drejtuar nënës së tij. Bëna halal nëna ime dashur, sa shumë të kam dashur, do të dua e do të kujtojmë përjetësisht, shkruan ai ndër të tjerash.